Vllaznia kryesuese e Abisnet Superiore do të luajë të dielën një transfer të lehtë në Letër. Përballë është flamurtari i cili po lufton për të qëndruar në elitën e futbollit shqiptar, duke kërkuar të shfrytëzojë maksimalisht faktorin fushë në Vlorë. Në daljen e zakonshme për mediat, futbollisti kuqeblu Sherif Kallaku vlerëson ekipin e flamurtarit pavarësisht renditjes, por thotë se synimi i vllaznisë edhe në këtë përballje janë 3 pikët. Normalisht tani në fundin e kampionatit mendoj që çdo sfidë është e rëndësishme dhe çdo ndeshje është e vështirë. E dim që flamurtari ka një ekip shumë të mirë pavarësisht pozitave. Mendoj që do jetë një ndeshje e vështirë dhe ne do të shkojmë atje 100% fokusuar. Po ne gjithmonë shkojmë vetëm për të fituar. Pastaj pavarësisht si mund të marrë ndeshja, siç e thash, për këtë arsye duhet jemi vetëm të fokusuar dhe të mobilizuar për të shkuar nesër dhe për të nxjerrë më të mirën. Pastaj rezultati është edhe në dorë të Zotit. Ndërsa lidhur me humbjen e fazës së parë pikërisht në Vlorë ndaj flamurtarit, ku ekipi shkodran hyri në një fazë as pak pozitive disa javore, Kallaku shprehet. Po seriozisht, unë mendoj që në çdo ndeshje me seriozitet dhe siç e thash, janë çdo ndeshje, sidomos tani në fundin e kampionatit është e vështirë dhe normalisht në kategori superiore nuk kanë ashtu të lehta. Po ne thjesht duhet shkojmë dhe duhet jemi 100% të mobilizuar siç kemi qenë ndeshjet e kaluara. Është shumë e sigurt që vllaznia është vetëm veten e saj dhe gjithmonë ne duhet ta shohim vetëm sepse edhe në rast gabimeve të kundërshtarëve nëse ti nuk fiton, atëherë ajo shikim që ti ke bërë për ta nuk vlen më. Kështu që ne duhet shikojmë vetëm veten dhe të jemi të fokusuar vetëm tek vetja. Vllaznia vjen në këtë ndeshje jo vetëm duke qenë kryesuese, por edhe në katërshën e ekipeve më të mira të Kupës së Shqipërisë. Por duhet theksuar se ky sezon ka treguar se në fushën e blertë, ndryshe nga renditja e Abisnet Superiore, diferencat e ekipeve shpeshherë janë shumë të vogla.